kam marrë me kohë raportin tuaj, e kam analizuar mirë dhe jam përgatitur për këtë takim, sepse ky raport në pamje të parë paraqitet si një dokument i pasur me aktivitete dhe statistika, megjithatë në një lexim kritik e zbulon se disa dobësi serioze në përmbajtje, qasje edhe llogaridhënie. Unë e kam nda në 8 pika kritikën tem ose në analizën e këtij raporti që i kam bë dhe do të nalem te secila pikë të jap vërejtjet e mia sa i përket raportit. Në pikën e parë kam mungesë të vetë kritikës reale, pastaj është numra pa kontest. Në 3 e ki ankesat e bartura, që është treguesi i ngecjes. Në 4 është fokus në aktivitete dhe jo në rezultate. Në 5 është inspektime pa pasoja të qarta. Në 6 është digitalizimi më shumë është premtim se sa efekt. Në 7 është mungesa e pavarësisë së dukshme dhe në 8 është mungesë fokusimit të qytetarit i Republikës Kosovës. Kur jemi te mungesa e vetë kritikës, mendoj se raporti është kryesisht vetë lavdrues. Flitet për arritje angazhim dhe profesionalizëm, por mungon një analizë e sinqertë e dështimeve. Nuk dëgjum asnjë çështje që ju keni identifikuar një rast ku agjencia ka dështuar ta mbrojtë qytetarin e Republikës Kosovës dhe dini që ka shumë njerëz të cilët flasin për këtë çështje. Një raport serioz duhet të tregojë jo vetëm sukseset, por edhe përgjegjësitë edhe mangësitë, do thotë. Te numrat pa kontest që pata fjalën janë paraqitur shumë statistika, domethënë 1085 ankesa, 367 inspektime të tjerë, po i përmend vetëm këto 2 shifra, nuk dihet sa prej tyre kanë prodhuar ndikim real, nuk ka analizë mbi cilësinë e vendimeve dhe nuk krahasohet performanca me vitet paraprake. Numrat pa analizë për mua janë më shumë propagandë se sa llogaridhënie institucionale. Te pika 3 që i kam përmend ankesat e bartura ose këto unë i kam potencuar dhe si treguesi i ngecës, 175 ankesa për qasjen e dokumenta publike janë bartur për vitin 2026, në numër të ankesa për mbrojtjen të dhënave gjithashtu të papërfunduara. Kjo tregon qartë vonesa në trajtim, mungesë kapacitetesh ose menaxhim jo efikas. Fillimisht, faleminderit shumë nderuar deputete, po e shoh që e ke lexuar shumë mirë, kërkoj shumë falje, por sinqerisht më vjen shumë keq për këtë mënyrë të qasjes tuaj personale, tu e di që njihemi edhe në raporte tjera dhe e njeni shumë mirë edhe punën tonë. E para pinisi pe transparencës. Vjen shumë keq nëse ka një mendim që po e paraqit ka edhe raporti, e sidomos pe anës tuaj si deputete e ka hershme e Kuvendit Republikës Kosovës, e kur e dini shumë mirë që kjo agjenci nuk ka funksionuar me vite të tëra, e pavarësia institucionale bashkë është pavarësi të cilën e kemi parë secili. Këta mund ta shet dikush që nuk ka sy kritik, por dikush që me të vërtet ka thjesht tendenca personale. Edhe këtë po ta them direkt, më fal. E para, cilat janë institucionet të rëndësishme prej Agjencisë të Inteligjencës Kosovës, që bashkërkush s'ka guxuar me prek. Pikërisht për transparencën e kësaj agjencie është gjobit Agjencia për Inteligjencë. Janë gjobit Ministria e Jashtme, janë gjobit komunat, janë gjobit institucionet publike gjitha ato që nuk kanë dhënë qasje. Janë gjobit kontrollues privat, janë gjobit kasko, është gjobit ujësjellsi. Krejt ato institucionet të cilat kanë shkelit, s'kanë ofruar qasje një, ose 2 nuk i kanë mbrojtur dhënat. Cili është impakti direkt i qytetarëve? Po, që 1 vjet e gjysmë kemi nis me zarfat, keni bo hajgare, dhe unë këtë e di, që po merrem me punë të vogla, po sot kanë filluar zarfat me ardh faturat në zarfa, që është baza e një shteti ku funksionon privatësia si duhet. Po flasim për kamerat, situata e kamerave në Kosovë ka qenë të mërshme. Sot kamerat nuk e kanë qasje, nuk muj me 6 inspektora, edhe me utranu me bo ma shumë se që kemi bo. Me 6 inspektora agjencia operon. Edhe mund vjen shumë keq që sot thuhet nuk ka pas pavarësi institucionale e para, e dyta nuk jem prek institucionet të rëndësishme, jem prek të gjitha ato që kam shkelja. Do i përfshihet ato të rëndësishme. Kemi shu vendime detyruese ndaj gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kemi gjobit Këshillin Prokurorial të Kosovës. Kemi gjobit gjykatën. Cilat janë institucionet tjera të rëndësishme? Kuvendi nuk ka bërë shkelje. Prandaj, kemi shu vendime detyruese presidencës. Edhe gjitha këto janë punë që është bërë. E para. E dyta, tha ka kemi bo lavdata ndaj vetvetes. E nderuar deputeta. Lavdata nuk ka në raport, ka realitet, sepse me 34 persona,
6 në mbrojtje dhe 7 në qasje. Me 1.080 ankesa, me mbulu gjithë teritorin e Kosovës kontrollus publik e privat, është e pamundur me bo ma shumë. Kam pas bugjet nga projektet, ma shumë se bugjeti që më ka nda kuvendi i Kosovës. 400.000 euro kam bugjet. Me 400.000 euro është bo punë që s'ta bën askush mënyrën që kemi bo. Dhe këtë e ta me përgjithsinë e plot dhe pa më tramsyni për asnjë gjaje. Vjen shumë keq për këtë pashqyrë të ndën. Nuk ka aty lavdata, ka realitet. Nuk ka dështime, ta siguroj asnjë punë që e kemi nisë, deri që e kemi përfundu, asnjë dështim nuk është. Dhe këtë ta dëshmoj kudo me letra, sepse çdo dokument që prodhohet në agjenci, përfshirë edhe vendimet që ju nuk i keni pa ndoshta, janë të publikuar në faqet e agjencisë. Dhe çdo inspektim që o bë, që ta keni inspektime, po nuk keni përmbyllje, ka vendim dhe vendimet e inspektimeve janë ose gjobice, që të tash janë 10, ose janë vendime detyruese, ndaluese të përpunimit, apo edhe këshilluese, sepse kështu na kërkon ligji. Kemi bo mekanizma që nëse për ju e keni pa në raport, që gjithsesi, po thëmë se e keni pa vetëm raportin, dhe nështë raportis ju ka reflektu ato. Mirë, po vetëm platforma digitale, që na ka mbështet vjetë ambasada amerikane, veç bankat ti ka rregullu gjeta. Bankat në Kosovë kanë fillu me përdore dhe inteligencë artificiale, me marrë dhe biometri. Dhe të cilat i kemi ndalu, ose i kemi parandalu me i bo ato, me i përdorë, se normalisht nuk ndalohet zhvillimi dhe inovacioni, me i parandalu shkeljet e mundshme, pikërisht prej kësaj platforme. Prandaj ka rezultate, nuk është vetëm fjala që është tonë. Dhe për këto kemi shkresa, kemi dokumentet të cilat, takimet të cilat i kemi mbajt proces verbale gjitha këto. Tjetra, e tha që ankesat e bartura, e ndërume deputeta, një ankes është 1 milion për shqyrtim. 3 zyrtar janë të rregull, 2 kam qit me punë dytësore, 5 më shqyrtojnë ankesat e qasja. 5 veta në 927 ankesa, është e pamundshme mi kry, sepse nuk është ankesa një diçka që ti e merre, procedon edhe diçka e thjeshtë, është që ulet ta analizosh, ta shosh standardin çfarë e ke kriju vetë, standardin çfarë e ke marrë prej Evropës ku e ke marrë, me hulumtu gjykata evropiane, a ka bo standarde të reja, sepse kemi obligim standardet evropiane për me mujt mi kry. Nuk ka qenë lehtë. Dhe prandaj bartën sepse kemi 3 njerëz të rregull dhe 2 të tjerë tani 80 aktivitete, po e nderuar deputete, 80 aktivitete, 807 zyrtar me i trajnu, është punë, me i certifiku, është punë. Ata e kanë obligim tjetër është që institucionet publike, për kundër kërkesës tonë, në fakt, mbi bazën e kërkesës tonë të vazhdueshme, nga viti 2024, në katalogun e veneve të punës ekziston pozita zyrtari mbrojtjes dhënave që s'ka ekzistu kurrë. Dhe sot gjitha institucionet që e kanë caktu zyrtarin e mbrojtjes dhënave e kanë për obligim zyrtarin e mbrojtjes dhënave me pagu për punën shtesë që e bën. Nuk e bojnë. Mungon vullneti tyre me gjithat, përgjithësia jonë është vetëm trajnimi. Dhe na i mbikëqyrim a zbatojnë, as zbatojnë ligjin. Unë nuk kam obligime shumë i thonë paguja ose motivoja, as kujt. Po që kjo është rezultati, sepse ti kem trajnu, dhe nëse diçka ndodh, ata kthehen mrapa. Na pyesin neve, është shumë e vërtetë, shumë shpesh, po megjithatë kemi rrjet. Në kuadër të asociacionit komunave kemi bërë kolegjiumin për zyrtarët e mbrojtjes dhënave, që punojnë vazhdimsi për çet punë. Janë bërë rregullativat e mbrëmshme, kemi dhënë deadline për politikat e privatësisë dhe politikat e cookies, që si ka pas asnjë. Masat e sigurisë, rregullativa për masat e sigurisë ka qenë pika kyçe. Sot e dim na me çka përballemi, për 20 ankesa na vinë për këshilla për mi bërë këto rregullore. Qata zyrtar janë që i bojnë, nuk janë të lehta rregulloret e mbrojtjes së dhënave, sepse teknologjia po hec, digitalizimi po bëhet dhe ato duhet të përshtaten. Tjetra, për inspektimeve që e thash, gjoba janë shqiptu, edhe këta ta thash, digitalizimi. CMS është një prej platformave më të suksesshme. Dhe nuk mundet as skush me na thonë që s'kemi bërë kur po është e vërtetë që aktualisht s'ka fillu, sepse ajo është lancuar në 10 orë. Dhe për shkak të problemeve, masave të sigurisë që janë ndërmarrë të paktën, kështu e kemi njoftimin zyrtar për ASHI-s, sepse nuk është platformë që është bo edhe tash na e përdorim. Pa e ndërlidh me ASHI, 11 module janë të parapame, janë të kry trajnimet për këtë punë. Do të nisë kjo, qershori është deadline-i, kur do të nisë digitalizimi. Dhe kjo është sukses, kjo është hap përpara, nuk është një letër.
Sepse unë nuk mëj me thonë sot, për hala s'ka fillun, kom tregu që e kemi bo, presim rezultatet. Po, në bas të konceptit kësaj platforme, ka mu pas e cila ankes ku është, ka me pas në pikëshyrje direkte, ka me pas qytetare shumë të letë mu anku, në 11 module, 11 loje, me marrë këshilla, me anku të qasja, me anku të mbrojtja. Dhe më thënë, gjitha që aty ka mi pas me një vend. Dhe këto nuk mund më thuni më sukses. Unë vjesa e privatismë, qytetari. Nëse kemi punu direkt me qytetarët mas shumëti. Kemi punu edhe me prind në përshkolla, me këshillin e prindërve në përshkolla. Kemi punu me arsimtar, kemi punu me shtresa të njerëzve edhe me të verbërit. E përmena sektorin shëndetësor që është problem, është shumë problem, sepse ta keni parasysh çfarë u konveni para 5 vjetë sa i përmendit mbrojtjes dhona, kërkush as nuk e ka di që ekziston si e drejtë. E sot ka rezultate mirë deputet. Dhe më janë keq. Faleminderit për synin tonë kritik, po në asnjë mënyrë nuk i shka prit prej anës tuaj. Me u kritiku në këtë formë. Dhe po ta them shumë hapur.